Shkojmë tani në Mirush, atje një alpinist dhe ish ushtar UÇK-s ka vendosur një flamur të veçantë në lartësi 70 metra mbi ujëvarr, e diçka e tillë u mirëprit nga të pranishmit. Për më shumë se një orë qëndroi 80 metra mbi liçen. Ish pjesëtari i UÇK-s Aziz Kastrati të dielën i shtoi ujëvarrëve të Mirushës edhe një atraksion. I mbajtur në mes nga litar e nën tingujt e himnit shqiptar, ish luftetari shpalosi një copë material në të cilën paraqitet kombi shqiptar dhe ai amerikan dhe 3 portrete të figurave kyçe të luftës çlirimtare të gërshëtuara në një simbol të vetëm. Vendosja e këtij flamuri të veçantë u përcoll me duar trokitje nga vizitorët. E mënyra e realizimit të kësaj vepre, për të cilën Kastrati punoi 1 vjet rresht, nuk ishte e lehtë. Por e gjithë kjo mbetet në nhije para dëshirës autorit për ndërimin e i shokëve të luftës. Rrezik ishte, po tham drejtën, për rrezik nuk kisha frikë. E vetmja frikë çka ishte, mos nuk po muj e realizoj tërheqjen e flamurit, se mund të kem me duar, atë duke kombinim visht forcës duarve atë. Veç çaja e çat frikë kisha, nuk po mund, po dështoj çatë. Pas vendosjes së flamurit, autori u prit poshtë nga shokët e tij të luftës, të cilët patën një dhuratë për të. Këtu nuk mungoj as ish komandanti i tyre. Po të buam që edhe i herë të shiqojmë një paraqitje dhe një ngjarje që ka organizu bashkëluftari jon, po i kësaj njësie, Aziz Kastrati. Veprën e alpinistit po e çmojnë vizitorët. Figurat e ushtarëve Adem Jashari, Agim Ramadani, një ide fantastike. Ideja shumë e bukur, bashkimi 2 flamujve amerikan me Kosovën, një ambient shumë i shkëlqyer. Kjo nuk është hera e parë që Kastrati ndërmerr një hap të tillë. Vitin e kaluar, 40 metra mbi liçenin e fundit të kanjonit të Mirushës, ky vendosi në një material të aluminit portretin e Skënderbeut dhe të Adem Jasharit, të ndarë në mes nga Shqiponia 2 krenare.